Lavdi dhe falëndrimi është për Allahun fuqiplot, të cilin e besojmë se Zoti i vetëm që meriton adhurim. Salavatet dhe selamet Allahut qofshin për të dërguarin e tij, familjen, shokët dhe gjithë besimtarët që ndjekin këtë rrugtim deri në kiamet. Allah na këshillon në Kur'an me fjalën e tij: o ju besimtar, keni frikë dhe respekt për Zotin, ashtu si i takon atij dhe asës në ndryshe vetë se me iman. Të dashur vëllezër, një prej çështjeve të cilat populli jonë, ata që janë në për profesione të ndryshme, nga më të lartat profesione, po më të larta, deri tek ato më të voglat, Allahu i lartësuar e ka dhënë një rregull për secilin që ka një punë, për secilin që ka marrë një punë, që i është besu një detyrë, edhe pastaj ai nuk e jep hakin. Allahu mosdhënien hakut të punës, profesionit që e ke marrë, e ka krahasu me, apo ka përmend së bashku me Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Por Zoti i ka kritikuar ata të cilët kanë iman. Ka thonë: o ju besimtar, mos e tradhtoni Allahun as pejgamberin. E kështu ti tradhtoni amanetet tuaja, a ju e dini që keni të bënë. Me vetdije ju po e bëni. Amanet në këtë ajet është për qëllim mas pari dini Zotit. Njëri s'ban me tradhtu dinin e Allahit. E me tradhtu Allahun, ulemat kanë thonë, me punu në haram që Zoti ka ndalu, dhe me ilan, me i neglizhu farzët të cilat Zoti ka obligu. Dhe më thonë, Zotit ka thonë banë e shtatë se banë. Zotit ka thonë mëse banë që ata e banë. Kjo tradhtim ndaj Zotit. Tradhtim ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam është çdo urdhën, çdo këshill, çdo mësim që ai e ka dhënë me kundërshtu. Edhe në kundërt të çdo ndalesë që ai ka kërku, mu largu, ka këshillu, mu që me e ba. Edhe e ka lidhë në të njëjtin ajet Zoti, ka thonë që ta që e trahtojnë Zotin dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam, detyrimisht kanë me trahtu edhe amanetet që janë dhënë. Ulemat kur kanë komentu, kanë thonë për çka është qëllim amaneti, duke filluar nga më të larta deri te poshtë, por mua ajo që po më vret dhe po du me kanalizu këtë amanet madh tek përgjegjësia, veç të përgjegjësia. Fillu përgjegjësi ndaj Zotit, ndaj dinit, ndaj atdhejut, ndaj profesionit, ndaj familjes. Çdo prind i cili nuk është marrë me edukimin e fëmijëve direkt ose indirekt, direkt vetë më mësu, indirekt s'din më mësu vetë, s'mon më mësu vetë, s'ka komunita me qute mësuesi, në xhami më mësu. Amanetin me kry. Çdo prind i cili është i aftë për me punu, s'punon, dalë edhe lunë edhe shëtit, edhe tregohet zotnia edhe bas me shok, fëmijët edhe gruaja s'kan bukë me hangër, edhe detyrohen më qunë me punu ata, dëvegjël me dalë me shit poshtë edhe nalt, pa pas nevojë, me bo punë që nuk i takon moshës tyne. Ky ka tradhtu familjen. Tradhti ndaj profesionit është secili njeri i cili Allah po thot me dije po bani, i cili e ka një profesion caktuar, ka shkuar, ka lexu manualin, i ka lexu obligimet që i ka në punën të cilën ai po do me hyn çat punë, i ka nënshkruar aty pikat, e ka pranuar çat punë, edhe nuk e jep hakun që kjo është Allah që thot wa takhunu amanatikum, po e tradhtoni amanetet që i keni marrë. A është haram, është prej mëkateve të mëdha me trahtu amanetin të cilin ti e ke marrë. Çfarë do koftë ai? Është tradhti. Edhe puna më e thjeshtë. Edhe ai çobani që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, i cili i çon delet e veta në megjet këshisë dhe pastaj ato hajnë, ulemat e moqëm, kur është përzi harami me halal, nëse ka ndodhur që i ka ik delja, edhe ka shku në ardë këshisë ka hangër, kur i ka mjell delet qatë dit, edhe pse ka hangër një kafshat, s'ka mujt me da, ka thonë këtë tamëllin e ka që këshisë. Ka thonë, vallahi, zdu,
asni tro të fëmijët e me më hy haram, në balkun e ty në morit. Me trahtu amanetën. E kene nëshkru vetë, nuk e jep hakun. Këtu nuk po fillon me kërkan, po fillon me hoxhën mas pare. Me thonë që na jemi me lache, jo. Qësh e trahton hoxha? Hoxha trahton kur nuk i mëson xhamatin. Hoxha trahton kur nuk i shpjegon xhamatit. Hoxha trahton amanetin kur pikën 1, 2, 3, 10, 100 edhe nuk i kryen. Kur e merr rrogën për me fal pas vaktit nuk e fal, kjo është tradhti, shumë e thjeshtë është. Sa po 10%, po 20%, po 30%, varet sa nuk i dhon hakin. Njëjtë e bën edhe ai tjetri profesion, ai tjetri që mos përmendi, mos po i dhënohet dikush. Çdo kush i cili e ka marr, e ke çpërdor, e favorizon dikën në interes vetën, i te kalon kompetencat e veta. E ki kompetencën çtu munal, pse te kalon? I shfrytëzon lidhjet e veta të cilat i ka kriju përmes profesionit, për interesa personale. Në këtë pejgamberit alayhi salatu wasalam ka shku njëri me mbledh zeqatin. Larg ka shku. Edhe ata i kanë thonë, i dërgumi pejgamberit, që zeqatin 100 euro, që edhe 10 euro merri. Merri 10 euro, pjeni kafe. Kur ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thonë, çton zeqati 70.000. Pse thotuat? Ja Rasulullah, mu mi kanë thonë, për çka? Kanë thonë, nuk i nja, po unë e kesh kryva shërbim, ja. Nëse të kanë familjar, ti kanë thonë për familjar. Nëse si punëtori i shtetit tami, jame që ke shku, ti kanë thonë, të s'ki drejt me majtë, sepse te i ke te kalu kope, a jetu pagu. Të pse mërë ti, atë tjetërën. Ti s'ki drejt me i shfrytzu lidhjet, pozitat, që t'janë thonë, për përfitime jashtë kompetenca tua. Pa marrë parasysh nëse je fillon profesionin, s'ki drejt të tregosh identitetin, bile, unë këshilloj që as më shku me rrobat e caktuara profesionalet, profesionit, dikun tjetër me ble. Ti shkon civil, s'ki nevojë mantillën e barë si mjek, ose qëllimisht, pe përmendi këtë profesion se smidhlohen mjek. Jo, ti dush me shku, nuk duhet, as ki nevojë me nxerr letër identitetit caktuar vetëm me talon malir telefonin kur ta shet ai ty. S'ka nevojë. Ti e ty kalut kompetencat e tua. Dini Allah të zgjel po thotë gjithse cili për mos me trahtu amanetin duhet mbrana asaj që kanë nënshkru. Andaj të ndërum vëllezër. Është e turpshme që në një vend jo musliman me ditë njerëzit vlerën profesionit vetë dhe me avon hakun ma shumë se në një vend që i binë Allahit në sejdë. Nuk ki drejt, pasha Allahin s'ki drejt me falë ti punëtor sunetin në firmë ku punon ti, nëse nuk i lyp leje shefit, i cilin të pagu. Sunetin, farzin po, pa i lyp leje farz, se farzin është hak i Zotit, sunetin jo. Nëse s'tat shefi Allahin, ma se falë sunetin, ma se falë. Se e trahton amanetin cilën e kene nështru, pa dhe një këshill po jep. Nëse në 12-30 hynë dreka, kam vrejtën këtë pikë, prej disa. Në 12-30 ka hynë dreka me takvim. S'ki nevojë vëlla me prit një. Ju që e keni pushimin për 12 deri një, në për firma ku punoni. Habuk deri në 12:30, deri në 12:40, merr avdesën 12:45 fali drekën. Të rrim pushim për 12 deri një. Kur vjen sati një që duhet me anis punën, o shef, ka me fal drekën. Pse o burë, për ti nete 20 minuta, 30 minuta në kafe. Pse se falet i gjatë qasoj kohë, ban nëse nuk e këtë ditë që po s'ka thirë zoni, ban me fal drekën në 12 sa hynë koha, në 12:35, edhe pse s'ka thirë zoni, se ka hynë vakti. Mos i trahtoni amanetet e juja. Masanina, na fat gjatë shihen pasojat. Djali s'dul që shduhet, po nuk del që shduhet. Nuk del se ti ka gjysore çdo ditë, 6 ditë një javë, bëjnë 3 orë. E 20 vjetë, e 30 vjetë, i ke hynë hakat i shefit, sa rogat i ke hynë hak. Në vend se marën 8 kranë, 8:15. Që kështë amanet? Nuk, vllaznin, këtë din ka zbrit për qiellit. Po ku ka zbrit? Ka zbrit në tokë. Për çka? Allah me kuptu njeve, praktikon e be për toke këtë fej, për toke. Shumë është thjesht. Nisan që je marrë vesh dushimin e gati. Për ndryshe ke trahtu amanetin e Zotit.
Sa, e po ka dalim, si ai që e trahton dinin, shkon e shet dinin, ai që e trahton vatanin, shkon e shpionon vatanin të armiku. Normal që ai ka gjënohen më të madh se sa ky që 10 minuta u vonu në punë, nuk e ka një gjënohen. Në njëri që ka mundësi me i këshyr fëmijët e vet, edhe si këshyr, e ka përgjegjësim pak më të madhe se sa ai tjetri që i këshyr pjesërisht. Po gjithë secili do të llogaritet me atë sa i ka hyrë hak palës tjetër. Të ndërruar vëllezër, për çka këtë nxehtet atë. Mesazhi i fundit. Mos e tradhtoni Zotin. Mos e tradhtoni pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe mos i tradhtoni amanetet që i keni marrë. Nëse të ka shtyr dikush me zor, me një punë, me një nënshkru, tërheqë o vëlla. Nëse si të mund me ia dhënë hakin, tërheqë o vëlla. Nëse e ke marrë emanet jetë të nejtë, s'ka vu zor kërkush, edhe ti me qëllim po bën hile, të murë vesh, shefi, vallahi e ki Zotin nalt. Mos i tradhtoni amanetet e juja. Sa të mund është ti maksimumin jepja. Që kjo është barsi. Kur të vjen plena, s'ka me tani kur dalish në penzion, ki me dali qetë, rëhat se din që s'ke bon dallavere mas shpinës. Dallavere që kanë me të njek në varë. Kështu Zotin na do, vllazëni. Kështu na do. Mos bani hile, sidomos ata të cilët janë për punë publike, punë shtetërore ku mundën ka pak aman për Zot Zotit. Shoqënia jon ka nevojë me ecë përpara, ka nevojë me u vetëdisu, mos pritni veç me shku te dera aty kik mi apo mat kartelën kur ke dalë. Vallahi, e çora thon alt. Taj sa ke shku në punë, sa ke dalë pi punës. Kamerat to sanat është marrë muslimani më tut pi kamerës, se me shku aty me e shtypat sustën ose atë aparatin kur erdhan punë. Vallahi marrë. Ti që i bisha sejdë, e thu shkoj ma shpejt se po më shen kamerë që mu. Do të thënë ti ki probleme me imanin tanë. Ti me Zotin mrej ki punë. S'ki punë me kamera, s'ki punë me ato sane. Ato janë dorës dytë për ata që s'kanë Zot. Për ata që s'tutën për Zotin, le tutën për kamerave, le tutën për ligjet. Ti për Allah të dush më tu. Ti e një nivel më naltë shumë. Andaj të dashë vëllai. E lusë Allah në zgjellë për vete dhe për juve që të ngritje me nivele më të nalta. Ky popull ka nevojë më konë më i mirë, sepse vërtet kret potencialet i kemi më konë të mirë, kemi iman, kemi din, kemi Allahin, kemi dinin ton, kemi mentalitetin, elhamdulillah, nuk kemi të pashkoll, veç na vyn edhe pak më u përmirësu edhe më u vetëdisu. O Zot na fal na përmirësa. Zot ne uza vlat në rrugën e drejtë. Na i fal prindrit. Na forcon këtë din, na uza neve xhallarve, e mas neve dhe xhamatin ya rabbil alamin. Allahumma amin walhamdulillahi rabbil alamin.